Do kalojmë tani në një temë që lidhet me sistemin e drejtësisë, Dibran. Po, Arta, do të flasim tani për sigurinë në Burgje, pra një dje ka ndodhur një vetvrasje brenda qendrës paraburgimit në Prizren, ndërsa ky ishte rasti i dytë që ka ndodhur brenda këtij viti, ndërkohë që 17 raste të tjera kanë bërë tentim vrasje brenda qendrave korrektuese dhe burgjeve të Kosovës, ndërsa detajet rreth kësaj teme do të mund t'i ndiqni në kronikën e VM. Kishte probleme me shëndetin mendor, mirë po përkundër kësaj LPI deri të hënën kur ndërroi jetë, po qëndronte në qendrën e paraburgimit në Prizren pasi akuzohej për një grabitje. Ai në njërin prej banjove të kësaj qendre, gjatë së hënës dyshohet se kreu vetvrasje. Lëndën e të ndjerit në kompetencë për ta gjykuar kishte gjykata themelore në Prizren, por nga ky institucion i drejtësisë përmes një përgjigje me shkrim për radio televizionin Tukazini, kanë thënë se nuk ishin të informuar se ai kishte probleme mendore. Nga pranimi i aktakuzës edhe gjatë seancave gjyqësore, gjyqtarja e rastit nuk ka pranuar nga asnjë institucion, prokuroria themelore apo shërbimi korrektues i Kosovës, ndonjë njoftim apo raport mjekësor për të akuzuarin FI në të dy seancat atë fillestare të datës 7/10/2021 dhe shqyrtimin e dytë të datës 11/11/2021. I akuzuari dhe mbrojtësi i tij janë deklaruar se mund të vazhdojnë me mbajtjen e seancave dhe se ka kushte ligjore për mbajtjen e seancave dhe i akuzuari FI në vazhdimsi ka pasur mbrojtës të caktuar sipas detyrës zyrtare me të cilin edhe është konsultuar gjatë seancave të lartpërmendura. E vetëm gjatë këtij viti, ky është rasti i dytë që të burgosurit apo të paraburgosurit dyshohet se kanë kryer vetvrasje brenda burgjeve. Ushtruesi detyrës së drejtorit të shërbimit korrektues, Ali Gashi tregon se FPI që vdes brenda qendrës së paraburgimit në Prizren, po qëndronte në qeli bashkë me dy persona të tjerë që po ashtu kishin probleme shëndetësore. Rasti konkret për cilin po flasim tash, ata edhe dy kolegë të tij kanë pas probleme të natyrave të ndryshme, mirë po personeli shëndetësor nuk ka parapo një rrezik edhe për tentim varje apo diçka tjetër prej këtyre persona. Po kemi edhe problemin tjetër nëse këta i vendosim me persona tjerë që s'kan probleme mendore dhe ajo është një po megjithatë ne ju referohemi udhëzimeve mjekësore të cilët janë personeli shëndetësor. Gashi thot se sipas statistikave, raste të tilla kanë ndodhur në shumicën e burgjeve e qendrave të paraburgimit në Kosovë. Edhe raste të tilla në 2 vitet e fundit kemi pas gjithsej 5, 3 kemi pas në vitin 2020, në vitin 2022. Kemi raste që jo vetëm në Prizren, po kanë ndodhur në qendrën e paraburgimit në Prishtinë, në qendrën korrektuese në Dubrava, qendrën e paraburgimit Lipjan e tjera. Por normal, ata që janë me probleme mendore, tash nuk të doja të ndërhyjnë kompetencat e drejtorisë shëndetësore të burgjeve, ata është dashur çdo gjë që ka të bëjë me gjendjen e tyre shëndetësore, përkujdesen që nuk dyshoj në përkujdesin e tyre si personel shëndetësor. E njëjta akuzuar i cili kishte probleme mendore e ka mbrojtur avokatja Fehmie Gashi Bytysi. Ajo po mbronte të akuzuarin për plagosin e avokatit Azem Vllasi, Murat Jashari, i cili në mars të këtij viti ndërroi jetë pasi po vuante edhe nga sëmundja e kancerit. Edhe në këtë rast e konsideroj se është bërë shkelja, mas pari shkelje morale që një person me probleme psiqike tjetë në një qendër paraburgësime të tjera. Në anën tjetër është edhe një antiligjore, është edhe pse gjyqësori i Kosovës edhe në raste tjera ka bërë shkelje të tilla duke marrë personat me probleme të natyrës psiqike në për paraburgje, po i referon atash klientit tim tani të ndjerë Murat Jashari. Gjykata Supreme mbas të kërkesës sime e detyroi gjykatën e shkallës të parë ta rishqytoj edhe një herë, edhe u mendun po ishte shumë vonë. Mas 9 muajve të ndjerin tash klientin tim e kanë dërguar në Institutin e Psikiatrisë Forenzike. Vërejtje për trajtimin e personave që kanë probleme mendore në burgjet e Kosovës kanë edhe në Këshillin për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut. Dhe njëra prej të gjeturave dhe thirrjeve që kemi bërë institucione përkatëse është që personat me ngecje ose me probleme psiqike dhe të kësaj natyre
të mos trajtohen në institucione korrektuese. Për shkak se ne mendojmë që nëse personat e privuar nga liria me ngjecje mendore, me probleme psiqike, trajtohen në institucione korrektuese përbën shkelje të drejtave të njerëzit personat privuar nga liria, për shkak se në këto institucione ata nuk mund të marrin trajtimin e duhur. Sipas statistikave të Departamentit për Shëndetësi në Burgje, vetëm në periudhën kohore janar-shtator të këtij viti, brenda institucioneve korrektuese ishin 17 intime për vetvrasje,